Edi Rama ka lidhje miqësore me Partinë Laboriste, por mbyllja që i dha planeve të liderit aktual për emigrantët do të ndihet shumë. Ai e modelon partinë e tij sipas laboristëve të rinj dhe e konsideron Sir Tony Blair si një këshilltar të ngushtë. Por kjo nuk e ndaloi Edi Ramën, kryeministrin e Shqipërisë, që t'i krijonte pengesë planeve të Sir Keir Starmer për të dërguar jashtë vendit azilkërkuesit e refuzuar. Disa vende na kanë pyetur nëse jemi të hapur për këtë dhe ne kemi thënë jo. Rama në një konferencë për shtyp në kryeqytetin e vendit Tiranë ditën e njëjtë, ai kishte rënë dakord të ngrinte vetëm 2 qendra akomodimi emigrantësh me palën italiane për shkak të marrëdhënieve shumë të ngushta mes dy vendeve. Në të vërtetë ekziston një element misteri se si mesazhi nuk i arriti kryeministrit britanik përpara vizitës së tij të parë në Shqipëri. Sir Tony ende fluturon rregullisht për t'i ofruar këshillat e tij zotit Rama, njësoj si Alastair Campbell, secili prej tyre mund ta ketë paralajmëruar kryeministrin britanik se nuk do të ishte diçka e mençur të informonte GB News planet e tij të hapjes së qendrave të kthimit pak para nisjes. Ndoshta Rama, i cili është shumë i fuqishëm, tani është në një nivel pushteti, saqë nuk i duhet më të ndjek fjalët e tij me shumë kujdes, pavarësisht se cili udhëheqës evropian qëndron në krah të tij. Të dielën ish basketbollisti profesionist fitoi një mandat të 4 si kryeministër, duke zgjeruar rekordin e tij si udhëheqësi më i gjatë i Shqipërisë, që nga rënia e komunizmit në fillim të viteve 90. Partia e tij socialiste siguroi 52% të votave kundrejt vetëm 34% të Partisë Demokratike, të udhëhequr nga Sali Berisha, ish kryeministri 80 vjeçar. Angazhimi i Chris Losivita, menaxheri të fushatës Trump 2024, bëri pak për të bindur votuesit të mbështesin një burr, të cilit i është ndaluar hyrja në Mbretërinë e Bashkuar dhe SBA për shkak të akuzave për korrupsion. Të punësosh Losivita dhe të mendosh se mund të bëhesh Trump është si të punësosh një parukier në Hollywood dhe të mendosh se do bëhesh Brad Pitt, tha Rama për Politico. Në samitet e liderëve botëror, Rama përshëndetet ngrohtësisht nga zyrtarët evropian dhe amerikan, të cilët e shohin atë si një forcë stabilizuese në rajonin ende të brisht të Ballkanit. Si i ri, ai studioi art në Paris. Si kryeministër, ai ka thelluar përpjekjet e Shqipërisë për të shkëputur nga orbita e Rusisë dhe për të integruar me Evropën demokratike dhe kozmopolite. Afër fillimit të mandatit të tij në vitin 2013, ai postoi një selfie për krah zotit Campbell, duke festuar statusin e Shqipërisë si kandidate për antarësim në BE. Qëllimi tani është viti 2030. Ai shpreson se kjo kaos do të ketë një mbështetje nga Giorgia Meloni. Në janar ai ul në gjunjë për t'i dhuruar kryeministres italiane një shall të bardhë në ditëlindjen e saj të 48. Lideri rebel me atlete të bardha e ka quajtur zonjën Meloni një motor të vogël të Shqipërisë, duke lavdëruar karizmën e saj të madhe, pasi dyshja nënshkroi marrëveshjen për qendrat e kthimit të migrantëve në vitin 2023. Po atë vit, BE nënshkroi gjithashtu një marrëveshje për sigurinë kufitare me Shqipërinë, duke lejuar rojet e Frontex të vendosen në kufitë e saj. Gjitja politike e Ramës filloi si kryetar bashkie i Tiranës, ku ai e dëshmoi veten një reformator të zellshëm. Duke punuar me një buxhet prej zero presje diçka, ish student i artit, e rileu arkitekturën gri sovjetike të kryeqytetit në nuanca xhazi të portokallit dhe të gjelbër. BE-ja, e cila siguroi fondet, u përpoq ta bllokonte skemën, thot ai, për arsye rregullatore. Edhe Shqipëria ka ndryshuar. Tani është një komb pro tregut, socialisht demokratik dhe gjithnjë më shumë një destinacion turistik. Riviera shqiptare tani tërheq më shumë se 10 milion vizitorë të huaj në vit, duke u rritur me 35% nga viti 2022 deri në vitin 2023. Diplomatët miqësor të BE-s e përshkruajnë dështimin e Ramës për të çrrënjosur korrupsionin si çmimin e kryerjes së çdo pune në vend. Gjatë periudhës së tij të shkurtër, Losivita theksoi akuzat, të cilat Rama i mohoi me vendosmëri, se kryeministri kishte bashkëpunuar me krimin e organizuar për të ndikuar në zgjedhje, duke i quajtur Shqipërinë narkoshteti i Edit. Ai u akuzua se kishte bashkëpunuar me Charles McGonigal, ish zyrtarin e korruptuar të FBI-s, për të shënjestruar armiqtë e tij politik, akuza që ai i mohon përsëri. Gazetarët përshkruan një goditje ndaj lirisë së shtypit nën maskën e ligjeve kundër shpifjes, bashkëguesit e zgjedhjeve nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, thanë se votimi këtë javë ishte transparent dhe i drejtë, megjithëse mandati i gjatë i socialistëve të Ramës kishte krijuar një avantazh të padrejtë në pushtet, duke qëndruar më gjatë se kurrë. Kryeministri shqiptar është i vendosur të thellojë këto avantazhe dhe më tej, shkruan The Telegraph. Sir Keir, i cili me gjatësi 1,78 metra ishte më i shkurtër se homologu i tij, mund të mos jetë vizitori i fundit që do të zhytet publikisht në ujë.